Pas 10 hyrje daljeve të ndërkombëtarëve në selit e partive politike në përpjekje për të bashkuar ata me një qëndrim të përbashkët, duket se dorën e fundit të kompromisit e dha komisioneri Johannes Hahn, përmes letrës së nisur në adresë të 3 liderëve politik, që i nxori ata në harkun e 1 ore përpara publikut, për të dhënë lajmin e konsensusit. Për kryeministrin Rama, Partia Demokratike ju nënshtrua vullnetit të shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve. Besoj është një moment lehtësimi gjithë shqiptarët, cilët tani më e kanë marrë lajmin se Partia Demokratike i është nënshtruar vullnetit të hekurt të popullit shqiptar dhe të partnerët tanë strategjik. Rama shqipëroi në daljen e tij për mediat, fjalë për fjalë letrën e komisionerit Hahn, pas së cilës tha se vijat e kuqe as nuk u zbehën e as nuk lëvizën. Më vjen shumë mirë që si piktor vijat e kuqe mbetën thellësisht të kuqe. Rama pati dhe një përgjigje për ata që e quajtën kompromisin fitore të Partisë Demokratike. Ky është drafti i reformës kushtetuese dhe në këtë draft nuk lëviz absolutisht asgjë për sa i përket 2 çështjeve që mbajtën peng këtë proces deri në këto orë të fundit, përfshirjes së operacionit ndërkombëtar të monitorimit në kushtetut dhe rolit të operacionit ndërkombëtar të monitorimit. Drafti thot se vëzhguesi ndërkombëtar ushtron këto detyra: A. Jep rekomandime lidhur me kualifikimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve për zgjedhjen e anëtarëve të komisionit. B. Jep mendime për çështjet që shërtohen nga komisioni. C. U jep komisionerëve publik rekomandime me shkrim për ankim. D. Kanë të drejtë të marrin të dhëna për të monitoruar procesin dhe vlerësimin. Shefi i qeverisë nuk harroi të shprehte falënderimet e tij për opozitën dhe të gjithë partnerët ndërkombëtar që punuan në këtë proces.